Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga tensioni i lartë, urgjent duhet të hiqni dorë nga këto ushqime. Tensioni i lartë i gjakut mund të jetë shkatërimtar për zemrën, trurin dhe veshkat. Ekspertët e shëndetësisë thonë se tensioni i lartë i gjakut shkakton komplikacione të tjera të rënda në lëvizjen e gjymtyrëve. Tensioni i lartë i gjakut trajtohet me medikamente, por ka njësër ushqimesh të cilat e rrisin tensionin e gjakut. Nga ana tjetër, nëse dëshironi që të shmangni rritjen e tensionit të gjakut, duhet të keni parasysh se ekspertët e shëndetësisë këshillojnë që të përdoret kripa sa më pak dhe sigurisht të kryhet aktivitet fizik. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se ekzistojnë ushqime të cilat bëjnë dëm në shëndetin tonë dhe rrisin akoma dhe më shumë tensionin. Mishi i kuq. Mishi i kuq është i shijshëm, por nga ana tjetër ban shumë kolesterol dhe dëmton në zemrën dhe enët e gjakut. E njëjta gjë vlen edhe për pancetën, sallamin apo prosciutat. Picat e ngrira. Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë, por një racion i kësaj pice përmban 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë krip dhe substanca shtesë për ruajtjen e picës, duke rritur rreziqet për tensionin e lartë. Salcat e paketuara të domates. Salcat e domateve me paketime qelqe ose metalike rrisin tensionin e gjakut. Një paketim me salcë domate përmban 654 mg krip. Një racion me makarona me salcë domate dhe mish përmban 1300 mg krip. Gjithashtu edhe turshit bëjnë pjesë në listën e produkteve që rrisin tensionin e lartë. Turshit e gatshme, përveç lakrës, si domatet apo kastravecat, janë të zhytura në lëng me krip. Një kavanoz me kastraveca turshi përmban 1251 mg sodium. Njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i lartë nuk duhet që të hanë turshi të tilla. Maksimumi duhet të konsumojnë turshi të bëra vetë. Alkooli. Një sasi e vogël alkooli nuk shkakton dëme, por nëse e teproni me pirjen e alkoolit, atëherë ju do të rrisni tensionin e gjakut. Alkooli mund të ndërhyjë kundër medikamenteve të tensionit të gjakut dhe të ulë efikasitetin e tyre. Ëmbëlsirat e paketuara. Ëmbëlsirat, biskotat me mbushje shumë ngjyrshe që shiten në paketime të bukura, janë të mbushura me sheqerna, yndyra të ngopura dhe kripra. Ushqime të tilla rrisin tensionin e gjakut, sheqerin në gjak dhe gjithashtu ju duhet t'i shmangni ato sa më shumë që të jetë e mundur. Nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, filloni dhe të përdorni këto produkte. Shega. Shega është e pasur me antokianin dhe lëngu i saj redukton disa lloje sëmundjesh, ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mund të përdoret si lëng dhe nga ana tjetër duhet të keni parasysh që ta përdorni në sallatë, salca apo receta të ndryshme. Avokado. I pasur me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut, kështu që sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupit sodiumin që dëmton enët e gjakut. Panxhari. I pasur me nitrate, lëngu i panxharit ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet shndërrohen në oksid nitrati që përmirëson funksionin e enëve të gjakut duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku të rrjedhë mirë. Në këtë kategori futet edhe spinaqi apo perimet me gjethe jeshile. Limonët, të pasur me minerale dhe acid citrik. Limonët dhe lëngu i tyre, sipas studimeve, ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë, e pasur me flavonoide, ndikon
në uljen e tensionit të lartë. Studime të mëvonshme kanë treguar se marrja e flavonoidëve nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e tensionit sistolik në gjak. Në këtë grup futet edhe molla dhe për më tepër edhe lëkura e saj. Bajamet, ashtu si edhe arrat apo fistikët kur konsumohen në sasi të moderuar deri në 50 gram në ditë, i japin trupit antioksidantët e duhur të cilët lidhen me uljen e tensionit të lartë. Hudhra, nëse e pëlqeni duhet të dini se edhe muret e arterjeve e duan shumë. Sipas studimeve ka dalë që njerëzit të cilët kanë tension të ulët të gjakut ishin ata që përdornin shumë hudhrën. Prandaj nëse keni këtë qëllim përdoreni edhe ju në dietën tuaj ushqimore. Boronica, ngjyra e tyre e errët është tregues që kanë sasi të larta antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shihet rezultati në shëndetin tuaj, duke ulur presionin e gjakut. Kanella, në grupin e erëzave më të mira për të ulur tensionin e lartë janë kanella, rigoni, turmeriku dhe xhinxheri, që mbajnë nën kontroll tensionin e gjakut për një kohë të shkurtër. Madje disa studime tregojnë se menjëherë pas 24 orëve normalizon parametrat. Kosi, një studim i vitit 2021 ka treguar se kosi ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrientë si kalcium, magnezium dhe potasium, të cilët ndikojnë drejt për drejt në uljen e rrezikut të hipertensionit. Gjithashtu duhet të keni parasysh se ekzistojnë edhe disa pije të cilat ulin tensionin e lartë dhe gjithashtu duhet të keni parasysh se këto pije janë tërësisht natyrale, si për shembull pija e parë është ajo e ujit me limon. Shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe ekspertët sugjerojnë që ta pini atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët gjithashtu kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionin e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë është ajo me hudhër. Ajo përmban substanca sulfuri të cilat kanë aftësinë që të ulin tensionin e lartë të gjakut dhe nga ana tjetër të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë e gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura me uthull molle. Ju duhet ujë, një majlugë çaj me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një majlugë çaj me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultate sa më të mira. Mirë po gjithmonë keni parasysh që të konsumoni ushqime të cilat nuk shkaktojnë asnjë efekt ansor në shëndetin tuaj. Për shembull, ushqimeve të cilat i keni alergji, ne ju këshillojmë t'i qëndroni sa më larg. Prandaj, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.